رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Dhe lutim Allahun xhelleshanuhu të na mëson të dobishmen, të na mëson hajrin, të na shton dobi nga ajo që mëson, të na mundson ta zbatojmë në vepër dhe të na shton ilmin, të na shton diturinë. Lezër dhe të flasim për një çështje e cila është shumë e madhe, për të cilën duhet edhe të mendojmë, të meditojmë, se bëhet fjalë për menaxhimin, rregullimin e Allahut ndaj çështjeve të robit të tij. Allahu xhelleshanu në Kur'an thot: "Qul men yarzuqukum minas samai wal ard, wa man yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, wa man yudabbiru al-amra فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ." Është interesant kur e lexojmë këtë ajet, se si Allahu xhelleshanu pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam i thot, dhe ashtu në fillim të Islamit, kur ai debaton me mushrikët e Mekkës. Shiqoni vëllezër, pejgamberi alayhis salam nëpërmjet këtij ajeti, siç Allahu ja ka zbrit, i parashtron mushrikëve të Mekkës, kujt? Mushrikëve të Mekkës, ato që e luftun Islamin, e luftun tauhidin, i thot Allahu xhelleshanu Muhammedit alayhis salam: "Qul men yarzuqukum minas samai wal ard." Thuaju atyre, kush ju furnizon juve prej qiellit edhe prej tokës? Riskun, furnizimin tuaj nga qielli dhe nga toka, kush ua jep? Pastaj, "Wa man yamliku as-sam'a wal absar." Dhe kush është ai i cili që në dorën e tij është shikimi dhe ndëgjimi juaj? "Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy." Dhe kush është ai i cili e nxjerr, yukhriju al-hayya min al-mayyit, e nxjerr të gjallin nga i vdekuri, po edhe të vdekurin nga i gjalli. Komentatorët e tefsirit flasin për këtë çështje, thonë si ndel i gjalli nga i vdekuri. Thot shumë ka raste. Ajo fara bima që e gjun tokë, thua ajo është diçka e vdekur, po prej asaj lulzon toka, dalin barnishte, dalin bereqet, apo shiqoni thot veza, ajo vezësh nuk merr frim, por prej asaj del zogu, apo shumë raste thot nana vdes, del fëmiu lindën i gjallë. "Wa man yudabbiru al-amra", dhe kush është ai i cili e rregullon të gjitha çështjet? Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, piti mushrikët e Mekkës, to që i besojnë 360 zotra. Kush është ai i cili ju furnizon prej qiellit edhe tokës? Kush është ai i cili që në dorën e tij është shikimi dhe ndëgjimi juaj? Kush është ai i cili e nxjerr të gjallin nga i vdekurit, vdekurin nga i gjalli? Kush është ai i cili i rregullon çështjet, i menaxhon të gjitha çështjet? Fesayaqulun, do të thonë, si ka thonë mushrikët e Mekës, Allah. Këtu nuk kanë bërë shirk as pak. Fesayaqulun Allah. A shihni vëllezër çfarë lloj besimi kanë pas mushrikët e Mekkës? Kjo është tauhid ar-rububiyya. Dëshmia, njëshmëria e Allahut në krijim, në furnizim, në rregullim. Këtë çështje mushrikët e Mekkës e kanë pas vallahe më të ngulosur, më të fortë, ndoshta mund të them se një pjesë e muslimanëve sot që në këtë çështje nuk i mbështeten Allahu xhelleshanuhu. Mushrikët e Mekës as pak nuk u mendon. Fesayaqulun Allah. Ato do thonë Allahu, dhe më të vërtet ashtu thonë. Allahu është ai i cili jep risk. Kujt don Allahu jep risk, kujt nuk don, nuk i jep. Në dorën e Allahut janë gjithë të çështjet. Çka na ndodh neve është në dorën e Allahut. Nuk than as Hubelit, as nuk than Rabb Zot, Allah. Që thot i vetmi i merit, i adhuruar me merit. Vetëm Allahu. Allahu është ai i cili në dorën e tij është i ndëgjimi, shikimi jon. Në dorën e Allahut. Ebu Gjeli e ka thonë këtë, Ebu Lehebi e ka thonë këtë, Utbja, Shejbja, Umeje ibn Khalef, Ubej ibn Khalef,
e kështu më radhë, mushrikët kokat e tire, fese e kulun Allah. Por që ki loj besimi vletër nuk ju ndimoj atire hiq, ato vdiqen me këtë loj besim. Më mendoni se bon shirk ato pasaj, me këtë besim ato vdiqen. Po kur ishte çështja adhurimit, me ju nënshtru Allahut, me kërku prej Allahut, me besu Allahun një, mos me marrë ndërmjetësues, ato thanë jo. Ne këto se pranojnë. Ne kemi zotrat tonë, që ato lutjet tona, duat tona, ato i ndërmjetësojnë mes nesh edhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa men yudabbiru al-amra, dhe kush është ai i cili i rregullon çështjet, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala të gjitha çështjet e tona i rregullon. Edhe ndoshta ne mendojmë disa herë se prej planeve tona që i kemi ne, që i marim sebepet me i realizu disa çështje, ndoshta na del diçka ati para rrugës, edhe ne ato e urejmë. A besoni se nëse i mbështeten e Allahut xhelleshanu me bindje dhe besim, do ta hetojmë dhe do ta hasim se çajo çështje pas ka qenë hajri më i madh për ne. Shiqoni çka thot Ibn Qayyim el-Jauziyja rahimahullah me një fjalë shumë të madhe, thot: "Law ya'lamu al-'abdu kayfa yudabbiru Allahu umurahu la'alima yaqinan anna Allaha arhamu bihi min ummihi wa abihi ladhaba mahabbatan lillah." Kjo ka kuptim të madh vëllezër, ato që e kanë kuptuar arabisht, shiqoni çka do të thotë shqip. "Law ya'lamu al-'abdu kayfa yudabbiru Allahu amrahu." Thot Ibn Qayyim, si kur robi ta dinë mirë se si Allahu xhelleshanuhu ja menaxhon çështjet e këtij, ja programon çështjet e robit. La'alima yaqinan, do ta dinte bindshëm. A di çka është yakin? Pas yakinit nuk ka më bindje tjetër, nuk ka më besim më i madh. Yakini i mbushën të gjitha shprasirat e dishimit, s'ka më dishim. Ilm al-yaqin, la'alima yaqinan anna Allaha arhamu bihi min ummihi wa abihi, do t'ishte i bindur se Allahu subhanahu wa ta'ala është më i mëshirshëm për atë se sa nona dhe babai i tij, ladhabe mahabbatan ila Allah, do të shkriheshte nga dashuria për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pite vetën tonë dhe kusht pruti, si shembull këtë xhami. Sa shoqni i ke ndruti, prej kësaj shoqni e natë shoqni. Prej kësaj shoqni e natë shoqni. Me një shoqni nuk u përputh muhabeti, i ke për diçka tjetër. Ndoshta kanë qenë ato mos pajtimet, jo çështje fetare. I ke prej asaj te një shoqni tjetër, prej asaj etj. Pastaj prej një pune te një punë tjetër, prej një pune një punë tjetër. Ndoshta i ke ndruar dhe vendet, prej një vendi me një vend tjetër, prej kush ishte ai që ti pengoi të gjitha planet dhe të pru që ti ish robi Allahut xhelleshan. Ndoshta baba dhe nona ndryshet kanë këshillu. Ndoshta baba dhe nona mund të thonë largoju ative, ata janë të rrezikshëm, ata janë dishushëm, por ti prap i ndëgjon fjalët e prindve. Jo që i përgënjeshtron ato, po diçka të bën ti të largohesh nga ajo. Pse? Allahu subhanahu wa ta'ala të ka marrë në dorë. Ai është programuesi, ai është rregulluesi, ai ti menaxhon të gjitha të mirat dhe ti nuk e din. A beson ndoshta ti ke pas shok, thua ku filani subhanallah, edhe ai ishte me mua të njëjtin shoqni ishim, kur e shehaj ai narkoman ose konzumon drog, alkohol, e të gjitha të këqijat, e ti Allahu subhanahu wa ta'ala ti mbilli të gjitha dirët, edhe ku të pru, ati ku dëshiron të ai subhanahu wa ta'ala. Si kur ti deshe vetë, të meditojshe, pa marë parasysh ka të studojshe, nuk mund të arishe ati ku Allahu xhelleshanu të ka pru. Pse? Allahu vetëm do në qohet diçka prej neshtre vëllezër, këtë më se haroni. Vetëm to do në të shikone. A jemi ne ato ajo? In alim Allahu fi qulubikum khajra, ju'tikum khajra. Nëse khajri është e zemra juj, juja e dëshironi të mirën, e dëshironi khajrën, dhe ajo është të dituria Allahut, të ilmi Allahut, ju'tikum khajra. In alime fi qulubikum khajra, ju'tikum khajra. Nëse Allahu sheh të zemrat e juja sinceritet, dhe sheh se je doni të khajrin dhe të mirën, askush nuk mund të ju largone juve prej khajrit dhe as khajrin prej juve. Pse? Allahu pa sinceritet, Allahu pa devotshmëri. Ti ndoshta nuk i dituri, s'din shumë për devotshmërinë. Nuk din shumë për devotshmërinë, për sinceritetin. Amo ti e formonat në zemrën tonë dhe sipas diturisë tonë, Allahu thot boll, unë që ta dosha ta shoh.
A është zemrën tonë dhe hajri, sinceriteti, edhe lema mu në dorë këtë çështjen tjetër. Prandaj Allahu çka i tha mushrikëve të Mekës, e felat të tekun, pasi që ju që e dini se Allahu është furnizuesi edhe prej qiellit edhe prej tokës. Në dorën e Allahut me fjalë tjera është tërë shëndeti juaj. Ju funksiononi vetëm se Allahu dëshiron. Allahu e nxjerr gjallin prej zekurit, zekurin prej gjallit. Allahu i rregullon çështjet. Than Allahu e felat të tekun. Atëherë pse nuk i frigoni, pse nuk i bindeni Allahut subhanahu wa taala? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Idha ahabba Allahu 'abdan hamahu ad-dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma." Kur Allahu xhaleshanu e don një rob, thot pejgamberi alayhi salam, e mbron ato dhe ja largon dunjon prej sive të tij. Mos ma e mashtru dunjoja, shikjo. Allahu kur e don dikon, kanë thonë dietarët, nuk është qëllimi ti të pretendoj se unë e du Allahun. Qëllimi është Allahun me të dashti. Se gjithë thonë e du Allahun. Si cili thotë e du Allahun. Por ajo kulminacioni është kur Allahu xhaleshanu të don ti. Prandaj Allahu çka i tha Muhamedit alayhis salam? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj o Muhammed, nëse ato pretendojnë se e donë Allahun, s'mundet ato me gjetë rrugë tjetër për me arritë të dashuria Allahut, vetëm nëpërmjet teje. Prandaj, jo nëpërmjet teje, nëpërmjet rrugës tënde. Prandaj thoi fattabi'uni, ndiqni mua se unë njoh Allahun më mirë se ju. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Atëherë pasoni mua dhe Allahu ka me ju dash juve dhe Allahu pastaj çka do t'u fal, do t'u ashli mëkatet e juaja. Prandaj Allahu xhaleshanu kur e don një rob çka bën? Ja mbron, ja largon dinjon prej sejve të ati. Mos me mashtru dinjoja ato. Pse? Allahu e don ta ketë ato për veti. Kur Ibrahimi a.s. u lidh shumë për Ismailin, e Allahu e bon jatë Khalil, të afër, dos, të ngusht, Allahu atëherë i tha Ibrahimi që ta kthjellë pak, mos u lidh ti për robëve. Prandaj vëllezër, e shohim edhe me të vërtet për fat keq, edhe shumë prind vujnë sot edhe për një çështje. Me të vërtet. Sa jasë njësë që kam mbështet Allahu, që kam mbështet evlatit. I kam 3 evlat, i kam 4 evlat. Këto kam me mbajt. O, lidhu për Allahun xhaleshanu. Mjaft hasbuk Allah, ja ayuhan nabiju, hasbuk Allah. O ti nebi, bëllë ki Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj shohim ato ndoshta vujnë sot, pse? Su ka lidhaj me Allahun xhaleshanu. Lidhu me Allahun. Edhe bëllë ki Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse ti lidhesh me Allahun, Allahu xhaleshanu ka me i shëndru krijesa tjera që më u kujdes për ti. E ti nëse fare nuk lidhesh, nuk i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, kote ki edhe 15 evlat me i pas, krejt kanë me të lomë. Pse? Kjo është dënim se ti as që e ke njoh tauhidin, as nuk e ke njoh Allahun xhaleshanu, as ke ditë për mbështetje ndaj Allahu xhaleshanu, dhe një gjë të tillë nuk ua ke përcjell edhe fëmijëve tu, dhe kjo është dënim prej Allahut. E Allahu kur e pa Ibrahimin alayhis salam se ai u lidh për Ismailin, e donte shumë, edhe pse jetojshi larg, tha merr edhe bone kurbanat. There. Ibrahimi alayhis salam, e dini vëllezër tregimin deri në fund. Një herë diere pa ëndrën, ëndrat e profetit janë shpallje, urdhër bone se ajo për mua mund që është ëndër, për profetin është vahi. Shpallje Allahu duhet me realizu ato. Edhe shkoi Ibrahimi alayhis salam, Allahu tha: "Ja Ibrahim, en kad saddaqte ru'ya." U kri Ibrahim, ti e kreve provimin këtu. Do me thonë, e hoqe prej zemra atë çka e kishe, e la te vendi vet, e në zemër mbaje Khalil, Allahun subhanahu wa taala. Ai është më i afër një juaj. Prandaj vëllezër, kur Allahu xhaleshanu don dikon, shisha çka thot? Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Atha tajmuri, tha ki Khidri Musaut, në tajmuri që ishte rëzu edhe ishte gati me u rëzu gjithë, kish një qyp me ari, me dukat, e ai qypi ishte i 2 fëmijëve, ata ishin dvegjël të ajo shtëpia. E Allahu deshi që ne ta ndërtojmë këtë murin, e ato kur të rriten, përsëri Allahu të bënë një sebeb, një shkak tjetër, që ato ta gjenë qipin, dhe atëherë nuk ka mundësi dikush me ja marrë prej durve, se atë janë bo bura mo. A më tash fëmi, si cili që kalon e sheh e merë dhe, çka me bo ato fëmijët e vegjël? S'mund të luftojnë ato. Ghulamayn, edhe jetima, yatimayn. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma
wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Pastaj tha se kam bërë këtë prej urdhrit tim. Allahu xhaleshanu kështu më ka porosit. Prandaj vëllezër, kjo çështja e kujdesit, rregullimit të Allahut për punëve tona, pikë pari çka kërkon? Kërkon sinqeritet, khair. In alime fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Nëse Allahu sheh që në zemrën tuaj ka khair, ka me ju dhonë khair Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo e para. Pastaj Allahu xhaleshanu, pasi pa khair në zemrën tënde, ai ka me t'i largu gjithat këqijat prej teje, edhe ti ka me t'i largu prej gjithat këqijave, dhe ka me t'a lehtësu rrugën Allahu xhaleshanu, me të qo ti ku e meriton. Pasi që Allahu yanzuru ila qulubikum, Allahu I shikon zemrat e juja, wala yanzuru ila amwalikum, ajsadikum, suwarikum, as I shikon pasurinë tuaj, siç ka disa rivajete, as fizionominë tuaj dhe as bukurinë tuaj, po e shikon Allahu cilën? E shikon Allahu zemrën tuaj. Mbasi që kjo çështje e rregullimit, menaxhimit Allahu ndaj punëve tona, besimtari çka duhet me bë? Besimtari duhet me u kënaq dhe me besu edhe më shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. I shtohet më tepër besimin. Allahu akbar. Kur e kujton ai këto, ai mas një kohë thot subhanallah ku kom qenë unë. E ja Allahu xhaleshanu kumprumu, keni shoqëni e mirë, prumu në xhami. Allahu akbar, unë ka kom kalu në për sa faza, po deshti Allahu tunë të dështojsh si filani. Pse filani dështoi? E ti nuk dështove, kalove prej situatave, prej gjitha sfidave, sprovave, për arsye se Allahu te ti ka pa hajër, te ai nuk ka pa hajër. Wala Allahu xhaleshanu nuk I bën pa drejtësi askuj. Allahu robëve të ti nuk I bën pa robëve të ti, nuk I bën Allahu xhaleshanu pa drejtësi. Zullum nuk I bën Allahu xhaleshanu askuj. Dhe tjetra prap, besimi dhe kënaqësia ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, sa ai pas ka çështjet tona, ai që ka rregulluar si ti kur është ajo përse Allahu akbar. Shiqo këtu Allahu xhaleshanu kumpru. Ma largoj këtë punë, ma dhamu këtë punë. Prandaj, edhe gruaja si grua duhet mendon e disa herë. Jo shumë herë, për shembull, disa gra I harrojnë të mirat e burrit, edhe ajo mendon se mos e kishte këtë burr, Allahu alem ku do të ishte ajo. Po shqo ti e ki e burr një devotshëm, I cili fal namaz. Ndoshta ti të kanë lip kush e disa persona. Ku janë ato sot? Cilë rrugë ndjekin? A burri jo që Allahu xhaleshanu ta mundsoj ti ta marrë shat. Ai ti ta mëson besimin, ta mëson namazin, ta mëson agjërimin, ti mëson punën e hajrit, ta mëson rrugën për xhenet dhe të largon nga zjarri I xhenemit. A nuk ta ka dash Allahu hajrin ti? O I motër që Allahu të ka largu prej gjithë atyre burrave që ndoshta kanë qenë më të bukur, ndoshta kanë qenë më të pasur, ndoshta kanë pas poste më të mira, e ku ta di emër, ta mundsoj Allahu këtë burr të devotshëm. Pse? Ka pa një lloj hajri Allahu te zemra jote, ndoshta ti nuk e ke ditë fare. Dhe e kundërta është e njëjta. Ti vllai dashur që Allahu ta ka mundsuar atë grua. Ti për shembull ndoshta ke pas kush e di un para. Allahu alem ndoshta dashnore ku ta di un, e Allahu të ka largu prej të gjitha atyre. Ndoshta kanë qenë ato më të bukura nga fizionomia se gruaja jote. Por Allahu ka thonë shitjo, ti nuk e meriton ato. Ajo nuk është e sinqert. Në zemrën e saj nuk ka hajër. Ti se din, ama Allahu e din. Se Allahu pa hajër edhe te zemra jote edhe te zemra saj, dhe ta mundsoj ata që ajo me të ndihmu. Wal mu'minune wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët, jo miq, shokët, ndihmuesit e njëri tjetrit. Wat tayyibune lit tayyibat, wat tayyibatu lit tayyibun. Të mirit me të mirat, të mirat me të mirit. Kjo procesi Allahu xhaleshanu, kjo menaxhimi, rregullimi I Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj robi kur e din se si qenë ka Allahu xhaleshanu ndaj robit, si ai ja menaxhon çështjet e tij, si ai ja rregullon punët e robit, vetëm e çon te hajri, çka bën, çka tha Ibn Qayyimi, ledhabe qalbuhu mahabbatan ila Allah. Do t'i shkrihesh te zemra ati me dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, kur e din se si Allahu xhaleshanu ja menaxhon, ja rregullon ati çështjet, thot, do t'i shkrihesh te zemra nga dashuria e Allahut, thot subhanallah, nuk di unë më shumë si ta du Allahun xhaleshanu, I cili të mira mi ka dhon, ai I cili mi menaxhon çështjet, mi rregullon çështjet subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, edhe një informatë që dini edhe sot është nata e 25, është prej netëve tek, është prej ative netëve që tha Muhamedi a.s. për natën e Kadrit, faltamisuha fi s-sab'i wa t-tis'i wal khamsi. Kërkonja natën e Kadrit më
natën e 27, 29 dhe më natën e 25, sot është vëllezër nata e 25 e muajit të bekuar të Ramazanit. Pikë pari, dikush mund thotë, po unë jam i mendimit se është nata e 27 apo pa marr parasysh. Pa nuk bën ti nënshtrohesh urdhrit pejgamberit alayhis salam, i cili thotë kërkonja dhe nat, ti sikur i thon Muhamedit alayhis salam, ja Rasulullah, po famun e di se nata 27. Muhamedi alayhis salam thotë kërkon natën e 25, kërkon natën e 27, natën e 29, natën e 23, natën e 21, kërkon 10 e fundit. Bëlle kje që e ndjek sunetin e Muhamedit a.s. që a i thot kërkonja natën e kadrit në 10 e fundit të muaj të bekuar të Ramazanit. Lusim Allahun xheleshanu vëllezër që qëllojmë asanate me ibadet, me adhurim, me lutje, me dua, me vepra të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.